Normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është thelbësor për Bashkimin Evropian, i cili po punon për të analizuar dështimet që kanë shoqëruar procesin e deri tanishëm të dialogut. Këtë e konfirmoi edhe përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e cila gjatë një vizite në Podgoricë theksoi se bloku evropian do të shqyrtojë me kujtesë gjithë procesin për të gjetur rrugë zgjidhje efektive. Për ne është e rëndësishme që të arrihet normalizimi i marrëdhënieve, pasi pak të as Kosova dhe as Serbia nuk mund të përparojnë drejt integrimit evropian, deklaroi Kallas, pa lënë detajet e hollësishme për problemet specifike që kanë ndikuar në ngecjen e procesit. Megjithëse në vitin 2023, në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi firmosën një marrëveshje për rrugën drejt normalizimit. Ajo nuk është zbatuar nga palët. BE-ja ka kritikuar vazhdimisht të dy qeveritë për mungesën e vullnetit politik dhe mos respektimin e detyrimeve të marra përsipër. Dialogu me gjithë përpjekjet disa vjeçare vazhdon të përballet me tensione dhe sfida të mëdha.